Trajneri 58 vjeçar Aleksandr Grigorian e ka konsideruar Mirlin Dakun si sulmuesin më të mirë të kampionatit rus të futbollit. Grigorian, i cili momentalisht nuk është duke trajnuar as ekip profesionist, në një intervistë për Match TV ka deklaruar se Daku është sulmues i nivelit të lartë. Do ta quaja Dakun sulmuesin më të mirë të kampionatit. Ai është një sulmues i nivelit më të lartë, ka thënë Grigorian. 58 vjeçari rus në karrierën e tij ka drejtuar disa skuadra si Kuban, Alashkert, Urartu, Tambov dhe Anzhi. Për sa i përket Dakut, vlen të theksohet fakti se shqiptari që aktivizohet te skuadra e Rubin Kazanit ishte golashënuesi i dytë më i mirë në elitën e futbollit rus në edicionin 2024-2025. Ai edicionin e kaluar në 29 ndeshjet e zhvilluara shënoi 15 gola dhe pati 8 asist.